Një telefonat e zhvilluar mes presidentit amerikan Donald Trump dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ka nxjerrë në pa tensione të forta mes dy aleatëve tradicional në një moment kritik për situatën në lindjen e mesme. Sipas gazetarit izraelit Barak Ravid, i cili raporton për Axios, Trump është zemëruar pas vendimit të Iranit për të pezulluar negociatat me Shtetet e Bashkuara, duke fajsuar veprimet ushtarake të Izraelit në Liban për këtë zhvillim. Raportimet pretendojnë se presidenti amerikan i është drejtuar Netanyahut me tone tepër të ashpra, duke e akuzuar se po e çon Izraelin drejt izolimit ndërkombëtar dhe po dëmton përpjekjet diplomatike të Washingtonit me Teheranin. Një burim i cituar nga media amerikane thotë se Trump ishte tërbuar gjatë bisedës dhe në një moment i kërkoi llogari kryeministrit izraelit për zgjerimin e ofensivës në Liban. Sipas raportimeve, shqetësimi kryesor i presidentit amerikan ishte se operacionet ushtarake izraelite mund të sabotonin negociatat që administrata e tij po zhvillon me Iranin në përpjekje për të shmangur një përshkallëzim më të gjerë rajonal. Burimet pretendojnë gjithashtu se Trump e konsideron reagimin ushtarak izraelit si jo proporcional, veçanërisht për shkak të viktimave civile dhe dëmeve të mëdha materiale të shkaktuara gjatë sulmeve kundër objektivave të lidhura me Hezbollahun. Megjithatë, publikisht presidenti amerikan ka paraqitur një tjetër version të ngjarjes. Ai e ka cilësuar telefonatën si shumë produktive dhe ka deklaruar se Izraeli nuk do të ndërmarrë operacione toksore në Beirut. Trump ka pohuar gjithashtu se përmes ndërmjetësve është arritur një dakordim për ndalimin e përplasjeve të armatosura me Hezbollahun dhe se negociatat me Iranin po vazhdojnë me ritëm të shpejtë. Nga ana tjetër, Netanyahu nuk ka ndryshuar zyrtarisht retorikën e tij dhe ka vazhduar të paralajmërojë veprime të mëtejshme kundër Hezbollahut. Megjithatë, sipas raportimeve të medias amerikane, ai është përballur me presion të fortë nga presidenti amerikan gjatë gjithë bisedës. Nëse këto raportime konfirmohen, ato mund të sinjalizojnë një nga përplasjet më të forta mes liderëve të SBA-s dhe Izraelit në muajt e fundit, në një kohë kur situata në lindjen e mesme mbetet jashtëzakonisht e brisht.